Në Kolonjë është zhvilluar një takim për promovimin e shoqërisë së bashkëpunimit bujqësor Arko, një strukturë tashmë e krijuar që synon të bashkojë fermerët e zonës për prodhimin, përpunimin dhe tregtimin e përbashkët të produkteve. Në takim ishte i pranishëm Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Andis Salla, i cili vlerësoi organizimin e fermerëve si një mundësi për rritjen e fuqisë së tyre në treg dhe për përfitimin nga skemat e mbështetjes. Të gjithë fermerët do duan që të bashkohen. Është një numër në rritje, sepse kërkon një procedurë ligjore pak më afatgjatë dhe disa bashki që tashmë e kanë nisur modelin e SHBB-ve, ku kemi asistuar ne si ministri në gjithë procedurat e duhura për ta ndërtuar si model dhe më pas kalojmë me investimet që do të bëjmë qoftë në fondin shqiptar, qoftë në skemën kombëtare, qoftë në hapjen e IPARD-it, apo me çdo mundësi tjetër ekonomike me buxhetin e shtetit shqiptar. Kryebashkiaku i Kolonjës, Erioni Saje, cilësoi këtë model si një mundësi për zhvillimin e ekonomisë lokale. Ai theksoi se një tjetër objektiv është edhe rikthimi në funksion i pikës së grumbullimit në Ersek, duke krijuar më shumë mundësi për fermerët e zonës. Si një koncept i asaj çfarë Qeveria shqiptare, Kryeministri, Ministria e Bujqësisë, Fondi Shqiptar i Zhvillimit, po dhe koha e kërkon, konceptin e ndërmarrjeve të përbashkëta apo shoqëritë e bashkuara bujqësore. Po në shembull në kësaj SHBB-je, do të jetë SHBB-ja e ardhshme për ringritjen e pikës grumbullimit të qytetit të Ersekës. Gjatë takimit u prezantua edhe nisma dyfishos si përmarrjen tënde, e cila synon të krijojë fermerëve dhe bizneseve mundësi për zgjerimin e veprimtarisë, shtimin e kapaciteteve të përpunimit, rritjen e vlerës së produkteve dhe përmirësimin e konkurrueshmërisë së sektorit agro-ushqimor.